ne kemi vjateku që të definume, i kemi të përcaktume në ofertën kur e kemi po për një qeverisje gjithë përfshirëse. Jemi një momentum, jo të përshtatshëm, jo vetëm në raportet ndërkombëtare, në raport me miqtë tonë, aleatët tonë, më të maj, jo vetëm me SHBA-n, po me të gjithë, madje me shtetet fshinje nuk qëndrojmë, madje as me Tiranën zyrtare, nuk kemi raportet mira, apo jo? LDK-s. Natyrisht, ne kemi vjateku që të definume, i kemi të përcaktume në ofertën kur e kemi po për një qeverisje gjithë përfshirëse. Na mendojmë, edhe sot mendojmë, që veni i ka disa çështje emergjente dhe disa çështje që janë gjithë përfshirëse për vendin tonë. Nuk ka çështje eksplicite të një partije politike ose të dy partive politike, por janë çështje të cilat vendi tonë i duhen me i zgjidh nëpërmes një unifikimit të mendurit politik mbrana gjithë spektrit tonë politik. Jo të shkohet në zgjidhjen e një qeverisje duke nda pozicione politike dhe prap vendi ynë të metet pa i zgjidh problemet me cilat ballafaqohemi që një kutë gotë. Do me thonë, une po e përkthej këtë, bile shumë mirë që e qele se kom radhë pyetjen për marrëdhëniet me SHBA-n. Kjo ka qenë njëna prej pykave ku herën e kalume nuk jeni pajtu. Për që ato, po du me të pyet, a keni mri në ai situatë ku sot një Ahmeti ka diskutime në LDK që hajtë se duhet me i negocu që to, me fillu me i negocu, nështë ta ka ndru pozicionet dhe vetëvendosja, nështë ta është interesume me bo kompromis, nështë ta mundën me i qitë në letër që to parime, qka dëni ju, me qitë sakt, me bo listër, ju qka dëni, mos me ndodhë, cilat janë vijat kuqe edhe me u bo koalision. Nuk janë çështje çka duam ne, janë çështje çka i duhet vendit dhe cilat janë problemet që duhet me zgjidh dhe për të mos i lënë prap barë gjenerata tarshme e as qeverisje tarshme. Po ai po thotë që i zgjidh mënyrën e tëne, te taktikat ju keni probleme. Ai menon që i zgjidh çashtu. Nëse menon që i zgjidh, le të vazhdoj, ne po shohim që se ka zgjidh asnjë prej tyre, apo? Domethënë jemi në një momentum jo të përshtatshëm, jo vetëm në raportet ndërkombëtare, në raport me miqtë tonë, aleatët tonë, më të maj, jo vetëm me SHBA-n, po me të gjithë, madje me shtetet fshinje nuk qëndrojmë, madje as me Tiranën zyrtare, nuk kemi raportet mira, apo jo. Do të thotë, këto janë situata të cilat do dojmë ul, do dojmë nrru pak a shumë mendësinë e qeverisjes me cilën ne natyrisht kemi probleme. Është e qartë që kjo kërkesë shumë e qartë marrëdhënia me vetëvendosjen, pse po niheni që nuk mundeni me bo koalicion me ta, po në anën tjetër, ju në LDK-n po ankohet edhe opozita bre emri, ju s'po mundeni as një blok me bo me opozit. Atëherë, po du me të pyet me ta kthy pyetjen krejt. A jeni ma ofër, mas që ty në 7 mujve, ko gja maltretim për publikun, po pe kuptoj pozicionin tonë pse o maltretim. Ti s'po do me hi në një dëshprim edhe ma të madhe me i dhonë qytetarëve që edhe me hi në koalicion, edhe me masnej me rëdzu qeverin, qësh në ndodhin Covid. Po e kuptoj qatë pozicion, po tash atuni mu marrë vesh atëherë, krejt parti tjera opozitare, nëse ndodhë që ajo që ti po menon që ka me ndodhë, që si ka numrat vetëvendosja, me ardhë te mandatori i dytë, a jeni të i afru në qatë drejtim, parimet me parti tjera opozitare, se ata po mankohen që ju s'jeni as me sherë, as me barilev. Është ma e letë me akuzu që ndë qofë subjekt, këtë rast edhe mund të akuzoj njërin prej subjekteve politike ose prej partive aktuale parlamentare, nuk është e vërteta atë. E vërteta është, unë vërteta menej që për zgjidh një problem ma fat gjatë dhe për shkak të numrave që aktualisht i kemi në parlament e që nuk prodhojnë një shumis determinuse të asnjë krahu politik, këtë rast edhe të atyre partive që po konsiderohen hale opozitare, ndonë se nuk është zgjidhur akoma qeveria, po edhe në pjesa tjetër e këtyre që konsiderohen që janë në pushtet, do të thotë nuk e kanë fuqinë politike mrena parlamentit për të zgjidhur vetë. Prandaj këtu unë mendoj që zgjidhja më adekuate ka qenë që deri në zgjidhjet që do të vinin parlamentare në kohën kur ne kemi sugjeruar dhe kemi propozuar idenë, kemi një qeverisje gjithë përfshirëse, ne do t'i qasëshmi si shoqni, si shtet, si opinion publik, për t'i zgjidhur ato çështje që kanë qenë më makro, në interes të publikut, në interes të vendit tonë, në interes të ardhmës tonë, e pastaj natyrisht do të prodhosh një situatë rëndë se do të hyshim ndoshta në një qeverisje më afatgjote, ndoshta në zgjedhje nacionale që do të prodhonin sigurisht një situatë pak më ndryshe se sa kjo, edhe do të shkonim një nga një tek problemet.